Duan ata, s'duan ata. Në rast se Ilir Meta qeka për korrupsion pasiv dhe grua e tij për korrupsion pasiv. Dhe përveç kësaj, gruaja deklaron tek Fejziu dhe thot: unë kam komunikuar me Edi Ramën, pra në rast se sot akuzohem unë për korrupsion pasiv, do të akuzohet dhe Edi Rama, sepse kemi bërë bashkë korrupsion. Këtu mbaron e gjithë ajo çfarë themi. Jo me golgal, po jo kjo, po jo ajo, por telefoni i ka djegur të gjithë. Thjesht pritet sa po të zbresin akarrikja që të bëhet veprimtaria e një drejtësie të pavarur, të paanshme, jo e lodhur, po surprizuese. Pra ju mendoni se mesazhet e Monika Kryemadhit me kryeministrin Edi Rama mund ta fundosin këtë të fundit dhe kjo shpjegon sipas jush edhe kërcënimin që ai bëri kundrejt Spakut që mos guxoi njëri që të marrë telefonin. Kush e kuptoi, e kuptoi. Kush mendon se akoma ekziston situata ashtu siç mendojnë ata që vdesin duke na thënë na bë lavazhier dhe na thënë nga mis deri ndar. Arrestimi, qeveri teknike zgjidhet parakoshme. Do kemi këtë, do kemi atë, ju kështu ashtu na trembi, kuptova. Arrestim, kap. Çat kap me vlla, kap, nuk bëhet kështu situata. Qartasi, shqip, juridikisht, politikisht, hapim klapa këtu. Mos ndryshoni kodin penal PD dhe partitë e tjera se këtu tek Bardhi do jem. Me emër dhe mbiemër, kush do të ndryshojë kodin penal? E kemi një kod penal shumë të mirë. Dhe kodin e procedurës penale akoma më të mirë. Prandaj them, neni 260 i kodit penal, përputhje me nenin 66 të kodit penal në pjesën e përgjithshme, parashikon qartazi kriteret e procedimit penal. Gjithashtu, surpriza që do të vi, do tjetë dhe të gjykimi Meta, se në rast se Meta që ka kapur për korrupsionin global që ka bërë i vetëm, e sigurt është që po Kryemadhi thot nuk e kam bërë me Metën, por e kam bërë me Edi Ramën, dhe gjykimi do të bëhet gjykim i zakonshëm, i vonuar, se dihet që në Shqipëri drejtësia jonë punon me rekorde dhe me orar amerikan, për shembull tani jemi në darkë, ne ata janë mëngjes, dhe derisa të vinë mëngjesi të bashkojnë njëri me tjetrin do presim. Prandaj unë mendoj që situata nuk është e mirë për Edi Ramën. Bëjmë lavazh nga mjesi deri në darkë. Ai i bën lavazh vetes vet, a kupton, direkt thot që un jam mbreti, jam perëndia. Ishte edhe njëri që thoshte do bëhej kryetari i Partisë Socialiste, tani nuk e di është në burgjet e Shqipërisë, zoti Bardhi, nuk e besoj. Nuk e di, të korrigjoni, kush është në burgjet e Shqipërisë në kohët e fundit që do ishte kryetari i Partisë Socialiste në të ardhmen. Pra, të ndihmoj unë ty se mbas e ke harruar. Erion Velia më. Po. Atje kanë vendin. Se mos harro, se edhe Erion Velia kur ishte në kohë të bukura me Edi Ramën, fliste me Edi Ramën në telefon. Edhe Ahmetaj, kur ishte në kohë të bukura, shkëlqyeje, dashuria, mirëkuptimi, edhe ai, i dashuruar ishte. Edhe Tau Landballa, dashuri, flasim me SMS, sa vota bora, ka që i bëri ky e Xiu, po ai tjetri, tërmet, po kur të bi tërmeti, hajde flasim bashkë, do bëjmë intervistë Bardhi, do të bëjmë bashkë Bardhi intervistë, edhe për këtë tërmetin, edhe për atë tjetrin Ulsin, edhe ai thoshte, tërmet, e bërëm nami, mos e kështu mas ashtu. Të gjithë këta, duke bërë gropën njëri tjetrit, por jo ashtu si që thënë, se këtu është problemi me disa qytetarë, mendoj se është drejtësi kjo që arreston, po e di si është kjo drejtësia, është kjo, ai është hajduti, e kupton, ai është hajduti, dhe policia nuk shkon tek hajduti, detyrohet dikush tjetër që t'i thojë të tjerëve që ky është hajdut, nxjerr disa sipërmarrës kallëzimesh edhe çojnë detyrimisht tek prokuroria, që prokuroria pas shumë kohësh të kujtohet që pas kemi hajdut dhe thot tani që kemi një hajdut dhe përdorin flagrancën, ku hajduti e ka qëndisur, e ka pastruar fare atë,
dhe thjesht ku shkon ti aty thua vepra penale është kryer me sukses, por nuk kam asgjë ç'a të bëj më tej përveç procedimit penal. Prandaj po ju them që ata janë në një luftë të brendshëm dhe në një moment kur Zoti Rama do të ndihet i kërcënuar, sigurisht që do të jetë me cilësinë e të pandeurit ose me cilësinë e dëshmitarit të një të pandeurit, siç është rasti Ilir Meta. Pse? Sepse qeverisja 2013-2017 ka në dosjen e SPAK-ut dhe në dosje që do të jetë për rastin Meta, kryemalli, bashkëqeverisjen e Partisë Socialiste. Le me Gonigal është gjë tjetër. Por këtu mahemi të çështjet e brendshme, siç thoshte shoqja jonë amerikane Yuri Kim. Përfaqësues të Partisë Demokratike kanë deklaruar se në javën e fundit të fushatës, duke nisur nga prania e Lasivitës, do të ketë një lajm bomb për Edi Ramën. Pra do të ketë një surprizë që mund ta godas në këtë rast. Ju si mendoni për çfarë bëhet fjalë në këtë rast dhe cila mund të jetë ajo surprizë që mund t'i vijë në javën e fundit të fushatës? Tani, magjistar nuk jam, fallxor nuk jam, por ama ne nuk ta lejmë të bie asgjë në tokë. Që do thotë, ti marrim me radhë. Që do t'jetë bombë do t'jetë. Tani a do shpërthej, nuk e di. Para që do djeg, do djeg. Po nga djegja do kërkohet zjarr fiksi, nuk e di. A do të jenë zjarr fiksët për të ndihmuar Ramën në shpëtimin nga zjarri dhe për të shuar zjarrin, kemi një problem. Problemi është ky, ujë. Në Tiranë nuk ekziston ujë dhe ne do të shkojmë drejt Bashkimit Evropian. Këtu është bomba që shpërthen, sepse nga zjarri nuk kemi ujë për të ndaluar zjarrin që shpërthej bomba. Dhe duke mos ndaluar zjarrin, shpërthen bomba dhe sigurisht bomba është e qartë dhe bomba ka qenë shumë e qartë. Po nuk e them unë. E thot zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sherifi ju ka ardhur. Aty e keni. Po nuk hapni syt, mendjen dhe veshin, sepse ju pëlqen vetja. Kjo është e vërteta. Aty është. Ku është? Aty. Po ju nuk e shikoni. Kjo është bomba. O kur të jetë sherifi, nuk do thot, unë jam sherifi dhe këtu do bëhet situata. Pse? Linja Trump Bardhi ta kam thonë edhe më përpara dhe asnjëherë s'më besonte, urdhro faktet konkrete, urdhro kontratat, urdhro ardhjet që vinë shumë përfaqësues të huaj të Berisha, urdhro daljet e Berishës jashtë shtetit në forumet europiane,